Federata e futbollit ka organizuar kursin e radhës për trajnerët me licencë UEFA C në qytetin e Shkodrës, një pjesëmarrje e të gjithë apasionuarve pas futbollit që duan të bëhen pjesë e botës së trajningut. Për mbi një muaj me radhë, rreth 40 pjesëmarrës, kryesisht nga Shkodra dhe Veriu shqiptar, kanë marrë leksionet e tyre në mjediset e stadiumit Loro Buriqi në aspektin teorik dhe atë praktik, ndërkohë që mesditën e sotme është bërë dhe ceremonia e mbylljes së kursit duke dorëzuar edhe licencat përkatëse. Sekretari i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër, në cilësinë e përgjegjësit të këtij kursi, por njëherëzi edhe të kursantit flet për zhvillimin e këtij kursi. Mendoj që ky kurs na ka zhvilluar shumë edhe në planin si trajner, pra kjo gjë ka shërbyer mua si personalisht për me njohur më mirë futbollin, dhe kjo do të më shërbejë edhe tek puna ime kryesore si arbitër, po qoftë edhe te eventet edhe te shoqata. Kam dëshirë domethënë të përfundoj karrierën time si arbitër që do na edhe rreth 20 vite për me përfundu, por kjo është thjesht me pas njohuri shtesë rreth fushës së futbollit, ndërsa për të ardhmen nuk e dihet. Ndërkohë, dy të diplomuarit e këtij kursi janë Akola dhe Endrimani përcjellin emocionet e tyre. Jam shumë e lumtur që kam qenë pajisa me diplomën e UEFA C. Shpresoj që nesër pas nesër me keni mundësia jemja që me u fund tregun e punës edhe me stërvit moshat edhe me arrit diku. Me thënë drejtin, ditë e para ishin pak më të vështira për ne, po tu mësu, tu ambientu edhe me profesor Stavrin, edhe me kolegët aty, Adin, ka shku shumë mirë. Jena kanë shumë bashkëpunus, komunikus. Kam një falënderim për Federatës Shqiptare të Futbollit që ka bërë të mundun që të UEFA që të bëhet në Shkodër, por du me marrë një falënderim tjetër për të gjithë pjesëmarrësit këto dhe më kryej edhe profesor Stavrin, i cili për gjatë gjithë periudhës kursit ishte shumë profesionist, ku na ka shpjeguar temat base si ne duhet të jemi trajner për të ardhmen. Është eksperjenca ime e parë që mund të hyj në pjesën e trajnerit, por arsyeja pse isha pjesëmarrës i kursit është që duke ditë profesionin tim si videoanalist i klubit Vllaznis, kjo është një CV dhe kurset më të larta si UEFA B ose UEFA A do të më ndihmojnë më tepër në të ardhmen profesionin tim.